Okej, miq, është bërë zakon që ne sa herë kemi diçka të re, kemi dëshirë ta testojmë. Sot do testojmë eksatorin për kokën e zbarës të Sprinterit, Crafterit, i cili është pak a shumë makina më e përdorshme sa i takon transportit. Këtu kemi improvizuar një shpatull Sprinteri me gjithë kokën e zbarës, ndërkohë që eksatorin e kemi gati për punë. Natyrisht ne e kemi shpjeguar edhe se si bëhet me pjesën e eksatorit hidropneumatik, po tani do ta bëjmë në versionin mekanik. E japim ustaj. E heqim fermon. Avash. Këtu e kemi lidhur këtë në një mënyrë që inshallah do e zgjidhim. Okej. Do marrim mocën, kujdes mos bëj bogulla prica. Tani do të japësh korso deri në fund. Mund ta kishim bërë gati, po preferuam ta nxjerrim nga kutia. Se kështu duket sigurisht. Apo jo. Okej. Shumë e jemi dhe që korsa. Tani, normalisht protokolli punës thotë që duhet vendos edhe një tampon. Duhet vendos dhe një tampon i cili shërben për të krijuar distancë apo forcë presimi më të madhe. Njëri. Sa ta qëndrëzojmë për moment. Okej, besoj e kemi drejt. Jemi me xhiro të vashta, fillimisht. Për të mirë gëzime. Okej. Kjo ishte sa i takon procedurës së nxjerrjes. Ja, në më pak se 3 minuta me gjithë intron, pjesa e çmontimit. Natyrisht, tu kërcet dhe çekiçi, po ne do të tregojmë tash pjesën e instalimit duke përdorur po të njëjtën vegël. Okej, tani do bëjmë sigur bëm procedurën e nxjerrjes, do vendosim instalimin. Normalisht është mirë të futet koka e zbarës tek për ata para pozicionosh kokën e zbarës, megjithatë e njëjta logjikë është. E presojmë. E fusim fiks. Okej. Marrim pjesën price, okej. Vendosim tamponin. Okej. Okej. Mund të javësh korso dhe çik më shumë. Presa ka tendencë që ta çojë drejt vet. Okej. Jemi me xhiro të vashta fillimisht. Okej. Vazhdo. Jemi. Edhe pak. Okej, xhiro. Okej, e heqim. Ma e pak poshtë. Shumë mirë. Ja dhe instalimi
Këtë setin e keni ke çdo pikë e kadit. Mjafton vetëm ta porosisni, çmimi është super. Ju, faleminderit nga Bergman.